Lëngu i hithrave, sekreti që shëron çdo sëmundje. Pijeni 2 herë në ditë dhe do të befasoheni. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Lëngu i hithrës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumatorë. Megjithatë, ky lëng është i shijshëm, plot me vlera, sepse arrin të ulë dhimbje, të qetësojë alergjitë, të përmirësojë sistemin imunitar dhe të mbrojë zemrën. Po ashtu ai përmirëson edhe tretjen. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mban larg inflamacione dhe lehtëson gjithashtu problemet me lëkurën. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri i saj shkencor është Urtia dioica. Prej mijëra vitesh me radhë, hithra është përdorur gjërësisht, jo vetëm si një burim ushqimor me fibra, por edhe për mjekësinë bimore. Nëse hithra përdoret si burim ushqimor, duhet të dini se ajo është e pasur me proteina, njësoj si spinaqi. Hithra mund të hahet dhe të përdoret për çaj. Lulet e bimës së hithrës kryesisht mund të përgatiten edhe në formën e çajit. Çaji i hithrës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm, si shkak i flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që ai përmban. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium, magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithrës, i cili është i kërkuar në mbar botën. Por cilat janë vlerat befasuese të hithrave, të cilat do t'i rendisim në këtë video të gjitha? Vlerat më premtuese të lëngut të hithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekte diuretike dhe ndihmon në stimulimin e urinimit të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Lëngu i hithrës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurëve në veshka. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te çaji i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtë mes konsumit të rregullt të hithrës dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit antiinflamatorë si dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit arterial të enëve të gjakut. Në këtë mënyrë do të përmirësohet edhe qarkullimi i gjakut në organizmin tuaj. Ekspertët Healthline e cilësojnë hithrën si një prej bimëve më premtuese kundër këtyre inflamacioneve. Sigurisht e përdorur në formën e duhur, ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e përgjithshëm, madje të mbajë larg edhe komplikacionet e tij. Lëngu i hithrës është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj, sidomos të aparatit tuaj tretës edhe në rritjen e bakterieve të mira të organizmit. Ndaj vlerat që do t'i jap do të jenë gjithashtu mbreslënse për shëndetin e përgjithshëm. Lëngu i hithrës ka efekte përfitimeve të mëdha për shëndetin, sidomos ato të lëkurës, të cilat mund të përfitojnë në maksimum prej vlerave të saj. Lëngu i hithrës përmban minerale të shëndetshme siç është për shembull kalciumi, magnezi dhe hekuri. Kjo e bën lëngun e hithrës të jashtëzakonshëm për shkak të përfitimeve ushqyese që i jep organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline e cilësojnë hithrën si një prej bimëve më premtuese me ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Lëngu i hithrës përmban gjithashtu minerale të tilla siç janë kalciumi, kaliumi dhe elemente të tjerë ushqyes, të cilët mund t'i japin një mbrojtje më të mirë shëndetit, siç është edhe hekuri. Kjo e bën lëngun e hithrës jashtëzakonisht të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Lëngu i hithrës mund të ulë edhe dhimbjet e muskujve, të shpinës, të kokës, lëndimeve të lëkurës e të tjera. Kjo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj. Aplikimet e jashtme të lëngut të hithrës janë po aq efikase, madje edhe më të drejta në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Hithra është një bimë kaq premtuese saqë mund t'i japë përfitime mbreslënse për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e recetave do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit edhe në mbajtjen larg të inflamacioneve të tij. Sigurisht e kombinuar si duhet edhe konsumuar me kujdes,
Hithra mund të kthehet në një barishte premtuese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hithra është një barishte e pasur me vlera të larta për trupin e njeriut dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kjo barishte mund të konsumohet rregullisht sepse mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit, të pastrojë organizmin nga toksina dhe të përmirësojë më mirë sistemin tuaj imunitar. Hithra kombinohet mjaft mirë me brokolin, domaten dhe përkatësisht mund të ofrojë shumë përmirësime të sistemit tuaj imunitar. Duke qenë se është e pasur me hekur, ajo mund të konsumohet nga njerëzit që kanë në pamjaftueshmëri të këtij minerali dhe nga anemikët. Megjithatë, hekuri luan një rol thelbësor në sistemin tuaj imunitar, duke mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e tij. E kombinuar si duhet në recetat tuaja ditore, hithra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë nxitse në dobi të vlerave të imunitetit dhe parandalimin e inflamacioneve të organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se stina e pranverës deri në vjesht, trupi ka nevojë për shumë ushqyes për të mbështetur me vitamina dhe minerale. Për këtë arsye ata këshillojnë të konsumoni vazhdimisht hithrën dhe barishtet të ngjashme me këtë bimë në këtë stinë. Hithra do të fuqizojë mëlçinë, veshkat, tëndin dhe fshikëzën urinare, duke i dhënë atyre elemente të duhur ushqyes për t'i bërë ballë këtyre komplikacioneve. E përdorur me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja, hithra mund të jetë një përzgjedhje fantastike ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të recetave tuaja ditore këtë bimë të veçantë. Hithra mund të konsumohet në forma të ndryshme, siç është në formën e çajit ose në gatesave të shijshme. Ajo sigurisht që do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër komplikacioneve që i kanosen në vazhdimsi. Hithra është një barishte e famshme dhe përvoluese. Ajo nuk të gërvisht, por të përcëllon. Disa njerëz hithrën e përdorin më shumë se çdo tjetër, edhe mund të marrin gjithashtu përfitimet e saj unike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni nga të mirat e kësaj bime, sigurisht që duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Zbutja e gjetheve të hithrës nis me zjerjen e saj në 2 litra ujë në një tenxhere, ku keni hedhur një lugë gjedhe kripe, e cila ju lejon që hithra të ruajnë ngjyrën e saj të gjelbër. Pasi uji të ketë të zjerë, ju gjithashtu mund të hidhni hithra dhe t'i lini të zjejnë për 1 minutë. Më pas hiqeni tenxherën nga zjarri dhe hithrën e futni në një enë me ujë të ftohtë. Thani barishten dhe ajo nuk do të djegë më. Por si të shijoni hithrën dhe për të marrë vlerat e saj shëndetësore për organizmin? Një kaurdisje e thjeshtë në tigan me pak vaj dhe hudhër është një metodë e përdorur në gatimin e hithrës. Tiganisja e saj e bën atë edhe më të shijshme. Shija e hithrës manifestohet gjithashtu edhe me vlerat e saj të plota në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e kësaj bime, sigurisht që duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese, hithra do të shndrohet në një aleate të vërtetë të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht e kombinuar si duhet në recetat tuaja, do të kthehet në një prej barishteve më të mira ushqyese. Nuk ka ilaç më të mirë se hithra. Hithra është e pasur me vitaminën A, B2, vitaminën C, vitaminën D, gjithashtu vitaminën K, dhe përmban minerale të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. E përdorur si duhet në recetat tuaja ditore, sigurisht ajo do të jetë një prej bimëve më premtuese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse keni ndonjë problem urinar, gurë në veshka, probleme me kyçet, hithra do jetë një përfitim i mirë. Përveç kësaj, hithra ka veti të mira antiinflamatore, analgjezike dhe gjithashtu hipotensive. Kur konsumohet hithra, sigurohuni që ta gjeni atë sa më të pastër. Hithra është e mirë për shëndetin nga kokat e këmbët, por në disa raste është më mirë të mos e përdorni. Nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu ndërveprimet ose edhe efektet negative të saj për shëndetin tuaj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.